Përshëndetje miq. Një tjetër i paraburgosur ka ndëruar jetë në burgun e Shkodrës. Një 20 vjeçar rumun me origjinë nga Rumania, ndaluar për përdorim dhe shitje të lëngëve narkotike, sot ka ndëruar jetë. Dhe sipas drejtorisë përgjithshme të burgjeve, ka qenë neglizhenca e tyre, të cilët nuk e kanë shoqëruar në spital pasi ai ishte nuk është ndjerë mirë nga ana shëndetësore. Është rasti i dytë brenda një muaji që në burgjet shqiptare vdesin, ndërrojnë jetë të paraburgosur ose të burgosur. Unë nuk e di sakt sa është statistika deri më sot, por di që vitin e kaluar ka ndëruar jetë në burgjet shqiptare mbi 24 qytetarë. Dhe kjo të tregon dhe vërteton një herë dhe atë që unë kam thënë edhe në debate publike, që burgjet shqiptare janë kthyer në kampe përqendrimi. Largoni urgjent drejtorin e burgjeve. Largoni drejtorin e përgjithshëm të burgjeve. Është plebe, është sklav partie, nuk e çaj bën jo njerëz. Duhet seriozitet, sepse këto janë institucione rehabilitimi, janë institucione të cilat kërkojnë njerëz serioz, njerëz që kuptojnë alirit nga të drejtat, njerëz të cilët kanë një jo vetëm integriteti, por kanë dhe ndjesi humane. I vdiqet njerëzit të burgjeve. Largojni atë. Plebeun nga Maliqi. Dakor të? Hajde, bye.